Shqipëria çdo ditë në target për sulme kibernetike nga faktorë që lidhen me Iranin. Kjo ishte deklarata ministrit të mbrojtjes Ermal Nufi në një konferencë me gazetarët, duke thënë se sulmet hibride po monitorohen nga strukturat e sigurisë. Sot jemi të gjashtë në rankim botëror për sa i përket përgatitjes së strukturave. Bashkëpunimi që ne kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në komandën kibernetike është shumë i lartë. Do të keni parasysh Shqipëria është target i sulmeve kibernetike çdo ditë. Jo një ditë, po çdo ditë. Dhe kjo është e theksuar nga faktorët e lidhur me regjimin e Iranit apo me regjime të tjera që janë keqdashtëse ndaj Shqipërisë apo ndaj aleancës. Nufi u pyet dhe për angazhimin e Shqipërisë në bordin e paqes dhe se kur do të dërgojë trupa. Ai tha se një skuadër është dërguar për të parë vendodhjen dhe situatën në terren, por nuk dha afat se kur do të nisen forcat tona. Kemi dërguar një skuadër që ka bërë rikognision për ka parë vendodhjen apo situatën atje, ushtria shqiptare, shtabi i përgjithshëm. Dhe komanda përkatëse ka një nivel gatishmërie dhe një nivel njohurie dhe përgatitje të përshtatshëm për çdo lloj misioni ndërkombëtar, përfshi dhe misionin në Gazë. Misioni në Gazë paraqet rrezikshmëri të shtuar për shkak të konfliktit, për shkak të përfshirjes të disa aktorëve dhe faktorëve, siç ju e dini, organizata Hamasit, organizata terroriste është financuar me 8% nga shteti i Iranit. Në këtë konferencë prezent ishte edhe kreu i kompanisë shtetërore të prodhimit të armeve Kajo, Ardi Veliu, i cili në përgjigje të akuzave të opozitës tha se kontratat e kësaj kompanie janë transparente. Veliu shtoi se prodhimi i droneve është shtyr për shkak të situatës në linjën e mesme. Gjithçka është tepër transparente dhe nuk ka asnjë arsye që ne të kemi qëllim në vetvete që të fshehim kontrata. Bazuar në program, gjithçka po ecën shumë mirë, përjashtuar faktit sepse lidhet me konfliktin e lindjes së mesme, kur gati 2 muaj situata aty ka qenë jo shumë stabil dhe në raste të veçanta ka qenë bllokuar dhe hapësira ajrore. Kjo na ka sjellë vonesa për sa i përket zinxhirit të furnizimit dhe elementeve të tjerë. Ministri u pyet dhe për stërvitjen e përbashkët mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë, ku tha se do të nisin së shpejti. Fillimisht stërvitjet do të kryhen në Kroaci dhe në Shqipëri, ndërkohë që pjesëmarrëse pritën të jenë dhe shtete të tjera.